Mbrëm rreth orës 21 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov në parkingun e pompës së benzinës në fshatin Zherovian me vendim të gjykatës për vuajtje të dënimit me burgim prej 3 muajsh për veprën e kryer penale nga neni 202 i kodit penal, kanë arrestuar 36 vjeçarin BZ nga fshati Bogovin. Ai është transferuar në burgun e Tetovës për të vuajtur dënimin. Sot në orët e para të mëngjesit, zyrtar policor nga sektori i punëve të brendshme Tetov kanë kryer kontroll aksioni në një objekt hotelerik që ndodhet përgjatë rrugës magjistrale Tetov-Gostivar. Gjatë kontrollit për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik, përkatësisht qëndrimit në vend në kundërshtim me qëllimin, janë ndaluar 5 shtetase të huaja nga Republika e Ukrainës, Serbisë dhe Republika e Shqipërisë, të moshës 28 deri 37 vjeçe. Ato janë ndaluar në stacionin policor për procedurat të mëtutjeshme. Dje rreth orës 11 në stacionin policor Tetov, një 53 vjeçare nga fshati Zhelin ka raportuar se është mashtruar nga JK nga Republika e Kosovës, i cili përmes një rrjeti social ka ofruar ndihmë në ndërtimin e shtëpive për personat e pastreh. E njëjta ka kontaktuar me personin dhe ai ka premtuar se do t'i ndërtojë një shtëpi, por fillimisht ajo është dashur t'i jap 1850 euro, ndërsa ai ka thënë se shpenzimet e tjera të ndërtimit do t'i mbuloj ai. Pasi ajo i ka dhënë parat në mars të këtij viti, i pandehurit dyshohet se ka porositur materiale ndërtimi dhe i ka thënë se do të fillojë ndërtimin më 15 prill 2025. Por në vend të asaj date, ajo për herë të fundit ka arritur të kontaktojë me JK-n më 17 prill 2025, gjatë së cilës ai është sjellë në mënyrë agresive dhe e ka kërcënuar duke përdorur gjuhë të papërshtatshme dhe më pas e ka bllokuar që të mos e thë rast në telefon, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit. Dje rreth orës 16:05 në rrugën Vëllezërit Miladinovi në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria 42 vjeçarin BSH nga Tetova, i cili është raportuar nga SMA nga Tetova pasi që kishte dëmtuar derën hyrëse të një shkolle fillore. Ka hyrë në të dhe ka sulmuar fizikisht një mësues. BSH po mbahet në stacionin e policisë dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 11:20 në departamentin për punë të brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën rajonale në fshatin Çajle të Gostivarit, një motociklet 4 rrotshe tip Polaris me targa regjistrimi të Gostivarit e drejtuar nga FN 31 vjeç nga fshati Çajle e vjetër e Gostivarit ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një garth me tela dhe një port metalike të një objekti në pronësi të SHB. Në aksident FN ka pësuar lëndime të rënda trupore të cilat janë konfirmuar në qendrën mjekësore në Gostivar dhe për shkak të karakterit të lëndimeve është transferuar në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Për aksidentin është njoftuar prokuroria publike kompetente, ndërsa kontroll është kryer nga ekipi inspektues nga Departamenti për punë të brendshme të Gostivarit. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar për parkim të paligjshëm 37 drejtues mjetesh, 23 nga Tetova dhe 14 nga Gostivari, prej të cilëve 26, pra 16 nga Tetova dhe 10 nga Gostivari janë tërhequr me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 69 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 35 në Tetov dhe 34 në Gostivar.